Përshëndetje të dashur ndjekës, sidomos ju fansa të Adionit edhe të Olës. Siç duket, dasmë e madhe na ka nis. Dasmë e madhe na ka nis e për hajër qoftë i Zoti i shtëpisë, kështu i thon në traditën shqiptare. Disa fotografi, një video, një takim familjar, babai i Adionit, babai i Olës kanë bërë siç duket në Shkodër. Adioni është takuar me familjen e Olës, një mikpritje shumë e ngrohtë, një mikpritje në tradita shqiptare, e pash babain e Olës, do me thënë i veshur me një kostum të zi, një burr tradicional, i cili e priti me shumë dashuri mikun e tij nga Gjakova. Babain e Adionit e pash shumë të gëzuar, shumë të lumtur, shumë pozitiv, shumë të kënaqur, do me thënë një arritje mrekullueshme drejt asaj që ka bërë djali i tij, po e shijonte dhe po e gëzonte atë lumturi dhe atë sukses, e pash të përmbushur shpirtërisht dhe në fakt arritja e një prindit është përmbushja shpirtërore. Unë e pash atë baba të gëzuar, e pash atë baba të kënaqur. Ditën e djeshme, siç duket ka ndodhur llokumi, tradita shqiptare. Ola dhe Adioni i kanë dhënë fund më këtyre spekulimeve që do vazhdonin bashkë apo nuk do të vazhdonin bashkë. Pa marrë parasysh sjelljes së Olës brenda në fermë, e ndikuar nga një situatë e cila lidheshte me Adionin, Ola dhe Adioni i dhanë shumë dashuri që në momentin e parë njëri tjetrit. Do me thënë Adioni çuditërisht, që ne s'kemi parë kështu në për reality show, erdhi e priti, erdhi e respektoi, erdhi i qëndroi pranë në ditën e saj më të vështirë, në atë ditë ku Ola duhej të përballet me të gjithë publikun shqiptar dhe atë paragjykimin që u krijua, dhe ai i qëndroi besnik shumë shpejt raportit të tyre. Do me thënë, Adioni nuk ka zgjatur asnjë javë që ka bërë këtë raport publik, që e ka bërë këtë raport tradicional, që e ka bërë këtë raport ashtu siç duhet, dhe çifti ditën e djeshme i kanë dhënë fund marrëdhënies së tyre të dashurisë, duke e simbolizuar këtë marrëdhënie, duke i vënë një simbolik sipër dhe duke e bërë më të lumtur dhe më pozitive. Ola duket shumë e lumtur, Adioni gjithashtu shëndriste në fotografi. Unë sinqerisht jam i lumtur që ato e kanë vazhduar dashurinë pa jashtë, sepse kam qenë shumë skeptik, me thënë drejtën, në këtë lidhje të dashurisë. Uroj me shpirt që kjo lidhje t'ju vazhdon në këtë formë. Janë të dy nga një njëjta sferë, janë të dy artistë, besoj që edhe e mira për to do të vi. Në fund të ditës çdo njeri gabon, të gjithë jemi gabues, por le ta mbështesim njeriu kur mendon për mirë. Në këtë rast, Ola dhe Adioni bëjnë gjëra shumë të bukura. Unë ju uroj nga zemra, inshallah e mbushin shtëpinë me shumë fëmijë, ashtu siç në fakt i kanë tradita gjakovarët dhe shkodranët.